Nxënës, çfarë simbolizon për ju dita e gjuhës amtare? Qëllim, bashkim, identitet, organizim, promovim, zhvillim, harmoni, pasuri, trashëgimi, shpresë, sakrificë, krenari, bes, Shëndres. Gëzuar 21 shkurtin, ditën e gjuhës amtare. Gjuha jonë shqipe ka shumë vite, e bukur e rrallë plot dashuri, që hapet si lule drite. Në çdo fjalë të ëmbël ka pak magji. Ne i themi botës si gjuha jonë ka asnjëri. Është magjike, aq historike. Kjo është gjuha e parë që ne mësuam. Ne me shkronjën A filluam dhe me shkronjën Z mbaruam. Gjuha është një nga pasuritë më të çmuara që ka një popull. Ai është mjeti në shprehje mendime, ndjenja, historitë dhe kulturën tonë. Çdo vit më 21 shkurt përkujtohet gjuha amtare shpallur nga UNESCO, për të theksuar rëndësinë e ruajtjes së respektimit të gjuhëve të ndryshme. Gjuha amtare nuk është thjesht një mënyrë komunikimi, por një pjesë e identitetit tonë. Ajo na lidh me traditat, zakonet dhe historinë e vet. Për ne shqiptarë, gjuha shqipe është si një simbol i fortë i unitetit tonë i kulturës tonë. Gjuha shqipe flitet dhe ruhet me fanatizëm nga të gjithë shqiptarët anë marrë në klubit. Ajo ruhet me krenari dhe dashuri brez pas breze. Në botë ekzistojnë mijëra gjuhë, por shumë prej tyre rrezikojnë të zhduken. Kur një gjuhë humbet, bashkë me të humbet dhe një pjesë e kulturës dhe historisë së saj. Është e rëndësishme që çdo popull ta ruajë çdo ditë edhe të mësojë të përdorë gjuhën e përditshme të tyre. Gjuha jonë është shënuar e pasuruar fal punës së shumë shkrimtarëve që ka dashur me shpirt. Figura të mëdha si Naim Frashi, Gjergj Mishta, i dhanë bukuri përmes fjalës së forcës, përmes vargut. Në një botë ku çdo gjë është globalizuar, njerëzit përdorin gjuhë të huaja për komunikim. Kjo është e dobishme për të njohur gjuhë të tjera. Është pasuri të ruash gjuhën tënde, është identitet. Gjuha është një ushqim të shkuar, të tashmë të ardhës. Nëse e duam të ruajmë ajo, do të vazhdojmë të jetojmë brez pas brezi. Prandaj ta festojmë me mend këtë ditë. Gjuha shqipe, tek më vete, nuk humbet për vilajete. Nuk ka motër, as vëlla, më të bukur, jo nuk ka. Gjuhë e vjetër, gjuhë mistike, gjuhë e lashtë prehistorike, gjuhë e shenjtë, gjuhë e bekuar, sa të ronin të përstuar. Ndaj gjëqoni lutjen time, mos e bëni gjuhë jetime. Se njeriu pa gjuhë është si një larë pa trup, është më keqe se gjitari, këto fjalë i taj pari. Dashme e identitetit të një populli me anë të së cilës shprehet shpirti dhe kultura e tij. Gjuha e një populli, zhvillimi i saj, e folura e tij, dashuria ndaj saj dhe promovimi i saj tregon në fakt kulturën që mbretëron brenda pjesëtarëve të atij populli, asaj shoqërie. Gjuha amtare është një pasuri për të cilën çdo individ duhet t'i përkushtohet me dashuri dhe respekt. Dhe kjo duhet të jetë e mundur për të gjithë, të paktën sipas fjalëve të deklaratës të cituar në fillim të këtij teksti. Kur në sulm hodhën turshit, hordhit e pambaruara. Kështjellat e sintaksës, si muar që si muar. Në betejë poemash, popullore mbetën. Kur foma divanesh, kur foma betesh. Kur pasi shuhës, si hodhën të pragat. Lëshuan dhe sarë, gjithfar luftrash. Gjuha shqipe, në gjuhën tonë, historia fluturon. Fjala jonë, kur që bashkon zemë, shqipja është dritë e shpirtit tonë, festojmë sot me zë të lartë, ta ruajmë pasurinë e kësaj gjuhe, përjetësisht krenarëve që vetën.